Sot, datë 18 maj, në kantierën e aeroportit të Vlorës, po zhvillohet një situatë pa precedent. Rreth 200 punonjës të MAPCO-s dhe të tjerë nën kontraktorë të saj po pengohen të hyen për shkak të një vendimi krejt paligjshëm nga administratori në detyrë, emërimi të cilit është i kontestuar nga MAPCO dhe është duke ndjekur procedura ligjore Vekim Hoxha, për të ndërprerë të gjithë hyrjen e makinerive, punonjësve dhe kryerjen e të gjitha veprimeve të tjera nga ana e MAPCO-s, i cili është aksionari kryesor i aeroportit Vlorës, duke me 98% të kuotave. Po diskutojmë për një investim të cilin MAPCO ka hedhur nga fondet e saj mbi 90 milion euro për ta kryer dhe po pengohet në mënyrë të njëanshme, krejt paligjshme nga një ortak i cili përbën vetëm 2% të kuotave, i cili më pas ka emëruar në mënyrë paligjshme një administrator i cili vijon akoma me vendimarrjen në dëm të MAPCO-s, në dëm të projektit të Vlorës dhe në dëm në shkelje të tërësore të ligjit. Për këtë situatë është njoftuar që ditën e premte Prokuroria e Vlorës, është njoftuar kryeministri i vendit, është njoftuar Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë si autoriteti kontraktor. Pasi në mënyrë të njëanshme, Via pretendon për një ndërprerje kontrate, një veprim të cilin nuk mund ta kryejë, nuk mund ta zhvillojë dhe ky veprim pretendon që duhet të bëjë ndërprerjen e punës. Kjo ndërprerje e punës do sjelli mungesën e certifikimit të aeroportit, do sjellë ndërprerjen e punimeve, sjell rrezikshmëri për vijimin e punës dhe sigurinë publike. Administratori Vekim Hoxha është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit si administratori Vias. Është emëruar nga një asamblee mbajtur me 2% të votave, që është nga aksionari minoritar 2A Group. Pretendon të ndërpresi kontratën që është punimeve që është midis MAPCO dhe Via, e cila kontrata nëpërmjet të cilës po bëhen punimet në aeroport. Ju deri në çfarë faze jeni të punimeve dhe sa e pengon kjo avancimin e punimeve të aeroportit? Ajo punimet janë thuajse të përfunduara, por në momentin që pengohet hyrja e punonjësve, edhe sikur të jemi duke diskutuar për 99% të punimeve të përfunduara, nëse ti e ndërpret në mënyrë të menjëhershme, nuk arrihet dot 1% për të plotësuar 100% të punimeve. Nëse do na lejohet të hyrja në kantier, vijimi i punës, të hiqet urdhri për pengimin e punonjësve dhe kontraktorëve, punimet janë në drejt përfundim. Supozohet momentin që administratori është i emëruar në mënyrë të janshme nga njëri nga ortakët, jetë duke vepruar edhe në udhëzimet po kjo është një gjë që duhet ngjelet për shërtimin gjyqësor dhe hetimin penal që po zhvillohet në lidhje me këtë pengim. Hapat e radhës ne presim lejimin e punimeve dhe nuk do pranojmë asnjë zgjidhje tjetër përveç heqjen e pengimit edhe mos ndërprerjen e punimeve.